Agnesa Demaj, faleminderit me vesh ngjyrë hiri dyat, por sot po kombinohemi, faleminderit. Mirëmëngjes Agnesa Demaj, mirë se erdha. Mirëmëngjes. Anita Toqani, mirëmëngjes e mirë se erdha. Mirëmëngjes, si Gonxha, eci. Ty herë para ditë, herë mas ditë, çka po të bojnë kështu i shumë. Kemi punëtore. Mirë, po flasim për disa prej temave kryesore showbizit që ka ndodhur, nisim me muzik, çka ka ndodhur me muzik? Muzik vonë pra më shpëndon një lajm ku u tha fillimisht që është arrestuar, pastaj që u ndal nga policia e Kosovës dhe dogana, për shkak që është kapur duke hyrë në Kosovë me 2 ora në vlerë të shtrenjtë, njëra prej tyre ka vlerën e 1 milionit, të paktën ashtu është raportu. E në të njëjtën kohë u tha që në ATK ka borxh deri në 500.000 euro, kjo edhe mund të jetë një prej arsyeve që është ndal nga policia ose ndoshta edhe është arrestuar, paktën ende nuk kemi ndonjë reagim nga vetë muzikë ose ndonjë story të publikuar me tregu që nëse është arrestuar ose jo, po ka reagu avokati Arjanit Koci ku tha që nuk është arrestuar edhe unë sapo piva kafe me të. Tash ka postu një foto. Foto Na binda Arjanit Koci që është arrestuar apo jo, muziko. Agnesa? Atëre, për një është halo shumë palidhje, fillimisht për artistët, që është edhe muziko edhe krejt, me pas borgje 500.000 euro, me qitë fotografie, me bo spote dhe me folë për miliona. Nëse i keni qata miliona, shumë mirë që i keni bo edhe ju përgëzojmë, mirë po nuk duhet asë një herë me i ik obligimeve shtetërore. Sepse ne punonjësit e thjesht i paguajmë gjithmonë taksat të vëshëjat të gjitha, kur bëhet fjallë për gjithë popullin, edhe artistët duhet me respektu këtë leqë. Po në anën tjetër, prapë është i barabartë, që ka marrë parasysh këngëtar, apo qëfar profesioni ka, ligji besoj, i çdo është jeti barabartë. Po, të ashtina e dim që sa ma shumë interesant që jeti, din edhe me kamuflu ligjin. Edhe të ashti, këto mallrat cilat i kemi pas në këto 15 vjetë e fundit, edhe këto kirët e orat e shtrejta e krejt, të Instagramit, jo do mëzdëshmërisht janë në frigoriferat e personave, sepse kemi pas fatkeqësisht shumë raste që nështë frigoriferin e kanë të shprast e nuk kanë as banes, as shtëpi të tëne, edhe qesin fotografi me Range Rovera me ora prit që shepat Richard Mell, pundo këtë ke ora, që është 1.5 milion dolar, ish vlera deri në 2 milion dolar e orës së muzikut. Pra shpesh dyshohet që nuk janë të tyre, nuk i posedojnë, po thjesht e bëjnë për famë, sepse e dim që disa e ndërtojnë reputacionin në këtë mënyrë, me para, me kura, me orat shtrejnë. Po, se cili person në gjithë shka duhet me respektu ligjin, edhe nëse në ATK ka borgje, atëherë ligj është edhe dogana, do me thonë, si pas kodit për dogana edhe akcisa. Për të qenë sakt, nëse hyrë në tokë, mund është me sjellë mallra deri në 175 deri 250 euro pa pagu taksa, në transport ajror deri në 430 euro. Çka është përmi këto, duhesh me pagu 18%. Edhe çka duhet me pas dëshmin. Nëse për shembull e kiti ma herët qatë orë, atëherë të vijnë faktura që e ki pas për vitit 2002 për shembull. Në anën tjetër, nëse veç vjen për Zvicrës api ku dojtë që ke arë, duesh me deklaru. Edhe nëse e ki dhurat, se i shkruva, edhe nëse e ki dhurat që ka ndodhë, dogana vetë ma ndejpe për caktoj ke vlerën e qati produktit, edhe nëse e ki dhurat, duesh me pagu 18% e të vëshës, që për një orë 1.5 milion dolar, që e pysim edhe sa ishdo është me pagu qoftë nëse e ka dhurat, qoftë nëse e ka vlej, ose qka do. Fut në Kosovë. Po. Mirë, a ki ndonjë mendim lidhur me këtë, Anita? Mendojnë që disa prej tyre thjesht i postojnë, ndoshta edhe nuk i posedojnë vetë këto mallra, po thjesht për famë, për vëmendje. Dhe pastaj e shumë që ju kthehet ndoshta atyre në bumerang. Ka shumë prej tyre që faktikisht e bojnë këtë veprim, themi që në për Instagram apo në për rrjete sociale shfaqen që ka një lloj pasurie kaq të madhe, por që një reali nuk është që i posedojnë. Jetën e muzikut, në shembull, e kemi pa mjaft shumë luksozët, themi, sa që kemi përcjellë në për rrjete sociale. Po që me dalë pra një lajm i tillë, një njoftim që vetë se është ndalë për borxh në ATK, ajo të regohet se pse nuk e ka pagu, nëse vetë se e ka gjithat pasurit madhe, pse mos me pagu.
Po që të njëjtën kohë edhe nuk mendoj që njoftimi i avokatit Arjanit Koci është i drejt, pra që ka thonë në visa piva kafe me muzikën. Se ku janë dyshimet këto? Tek që ka bërgjë pra dhe njëjtë me ora, besoj që është ndalë nga policia. Do shta ja ka është i barabartë me gjithë dhe. Orë nuk e di. A di sa po të ka me pagu muziku për qëtë orë? Edhe nësë është dhurat. 270.000 euro. 270.000 euro për 270.000 euro është të të pagu. Një shpini do me thonë për një orë. Me lanë të kufini kur dela me i. Edhe plus më duke 2 ora i kish pas, po një ona që 2 ora, këtë po. që kjo, 1.5 miliona dhe tjetra, që shtu do me thonë, së të themi, tash... Rezikon burg nëse nuk kryenon këto obligime ndaj shtetit? Për të riso, nështë ta në lajmërohet zotri avokati Arjanit Koci se i shkruva, për të riso kjo nuk lajmërohet, e vizim që gjithitin. A rrezikon burga apo jo? Kemi po që artistat gjithmonë e gjeni mënyrë me i këtyne dënimeve me burg ose edhe... Pak emri, pak... Po edhe si në Plasadion live, diçka për dotatime, TTK-s, një gjykate, ka artist, kështu që për ballon, po. Pavarësisht nëse e meritojnë ose ju... Atin që është ashtë këto, mbanë seanca që zgjasin, janë 3 mujt, ma ndit mas 6 mujve, kështu ashtu. Po, ma ndit jo vjetrojt, landa, bon zgjedet edhe harrojt. Harrojnë, po. Ama ideja është që, oke, unë nuk përdum tash me përsa këtu fajtona, apo jo sepse janë gjykatat dhe organet e drejtësisë, ose dhe që tjetë edhe ne këtu po mësojmë diçka tre, besoj edhe artistët, edhe qytetarët po mësojnë që një gjë shumë e rëndësishme me i respektu institucionet edhe organet e vendit, edhe ATK-në dhe të tjera, dhe besoj që me kalimin e kohës nuk kemi mu balafaqun të shta me probleme të tilla, si kurse ky i muzikut është fjalla për personat që kanë dhe do të kenë të ardhmen përgjithësinë ndaj vendit. Edhe atin që am keshët ma shumë të kur personat i dojnë do intervista, ata një viktimizohën, o kukue, nuk kem se na qa hekem, nuk ka let me konë artist në për aeroplana, bre. Po nisi parashtroj këtu edhe një çështje tjetër. E kemi pa që në një prej këngëve të fundit, ai ka qenë i rept pak me qeverinë detyrë muzik. Mund të jetë kjo një hakmarrje e shtetit? Në fakt u aludu edhe kjo që mundet me konë hakmarrje për shkak që ka qenë edhe nëse nuk ka bëjnë në vizita në Hagë edhe tërkohen, ka qenë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s. Pa marrë parasysh është dhëndër i LDK-s. Po, bile ka folur edhe për këtë pjesë që nuk i pengon shumë, e kanë mirë prit, pavarësisht që është me zemër PDK, po edhe dhëndër i LDK-s, po që të e pa që ka vizitur shpesh ish-krerët edhe ka qenë suportues i madh qoftë në rrjete qoftë kështu, është aludu që mundet me u hakmer shtetin. Po, do në besoj, sepse kjo qeveri e kemi pa që merret me individ të caktuar e jo me çështje shtetërore, kështu që besoj që është e mundshme. Na vërteton që nuk është... Edhe do t'jetë një arritje mandej e qeverisë. Nëse do të jetonte edhe të tjerët që s'kan të bëjnë ndoshta me parti, me asnjë parti, dhe do të na dëshmonte të kundërtën. Edhe Van Klifat e Albulina Agjiut, se di ajo detektua ka pagu 18% qoftë për original apo qoftë për falsa, o deklaru që... Ajo është deklaru që është falsë, do më thonë ministrja... Edhe lejohet me thonë falsi. Ish-ministrja në detyrë, e ka promovu edhe jo. Se falsë nuk e pa gjithë bashkë njëjtë me që ta që e ka posë. Po, se që tjetë o falsë, o original, dyja gjënë debat. Tasha bën edhe muziku me thonë e kam falsë, vishë me thonë e kam falsë, edhe si ka vlerë 1.500.000, për e kom vlerë në Korez, 15 euro. Po ndrojmë bashkë. Qeko ka zgjidhja shumë mirë. Po ndrojmë temë në shta muziku e merë këtë ide, ja dojmë këtë ide muzikut. Po ka dhe zhvillimet të tjera që do t'i diskutojmë? Po, një ndërto është Gjenita e cila po beson që i kam bo se hire. Dhe të shkën të ajo e Gjerdan Shazirit, ati dhe që ka shku të ajo magjistori. Ajo është vetëm për futbolist. Ronaldo në fenomenin, jo Cristiano Ronaldo, vaj Ronaldo zjep të kujtoti Brazilit. Po, Ronaldo, që ta na njojmë, si Ronaldo për mu është qaj, jo kjo Cristiano Ronaldo. Gjorgjina dhe nja e buhën spjanja. Se di, edhe Ronaldo e kujtoj, do me thonë Franca 96, 98, ke flok qelë dhe vitë shtu i ka posë, dhe flok dhe ke i djemë që ashtu i patën po dhe ke të dëkshën shumë të këqe. Edhe unë e ma e manë pak. Që qaj Ronaldo me që ata kry. E kom pas për ndryshe kështo
favorit shumë. Ta mon, fenomen ka qenë. Sa këza na qëlloj. Mu pa qëllu Zinedine Zidane sa këtë çfarë gëzimja. Ku metëm të shika se mu Metëm të fillit gjenetin. natë të futbol, a di të shkojmë nerva djemve në këtë moment. Ja u plasë në parkon, mu mbledh 4 qika dhe folë për futbol, Jo, absolutisht, menoj që ma mirë na buëm analistet futbolit ka njerës se klase vishë për përlohen pa lidhja. Gra më shku të... Shkojmë të Lorina dhe të... Po, besas edhe për... Më falë, se du na me ndërhyq këto, edhe për emisionin shoqet, veç pëse jënë 5 gra, ja ka njës njerës me menu që është gjithqysh feminist. Jo, është i emision gjithë përfshirës. feminist. Është emision gjithë përfshirës. Feminist, maskulist, për beba, për pleq, për LGBTQ+, për të gjithë. Edhe do njëherë për me bo gabime? Urna? Do njëherë me bo gabime? Edhe me bogavime. Pa tjetër. Së shumë normale. Normal, jemi live. Kjo më të full për... Po, dhe gjenetit kanë bo se hire. Shpërban se hire gjenetës. Edhe ajo nuk e ka gjetë hala personin, po dyshon që në banesën e saj ka se hire. Për shkak që sa herë po shkon në banesë, në fakt live sa kënë TikTok, e tha këtë fjallë që sa herë po jom në banesë nuk po mundu me flejt për shondra. Unë armish, ajo tha që është e pritshme se armish i shtojnë çdo ditë nga 10 kështu shpreh, po që kur po flenë në hotel ose dika tjetër të shoqit, po flenë ma mirë nësa në banesën e saj. A din që shmendoj që ka fillu krejt që kjo? Unë besoj që kjo pjesa për me tregu historin TikTok filloj pak edhe prej Rudinës, apo ndoshta motrës Rina Balaj. Ajo ka tregu një histori t'il, edhe pasoj ka vazhdu gjithë se cili me tregu historia një diçka e frikshme që ajo ka ndodhë. Po që edhe historia gjenetës u duk pak si kejtë ngjashme me të Rudinës. Ke banisa, ke magji, se hire, armish. Ku me fjajt më kjo rehat që i ka 500.000 followers, a gjithë shka full këtë ja këthejnë, a pëden është super virale për momentin, 102 milion mendime në kry, i ka që am ja këthy tash nesër kësoj, që am ja këthy kësoj, për që ta nuk fjanë, se për kur gjë tjetër për bez. Plus, nuk është a pëden ka edhe do gajle tjera, se do të me jetu me bu pare, krejt. Po s'pi gajleve motre ki, a garantaj, kur gjë tjetër. Kur gjë s'ki zahra? Në regull është. Nuk është diçka ndryshe. Mirë, faleminderit shumë që e një bashku në këtë pjesë. Diagnozën ja dha, ma hemi në regull. Që kam pëlqevi kjo pjesë. Edhe muziku t'i dam ide. Po, edhe muziku t'ja zhjetën problemin 15 euro orën. Do të bëhe pagesë që panet. Edhe gjenetës i ka zumë që ka kishë, s'ki se hire për kishtë e nga rku e prej gajleve, që ka bom që ka tjetër? Vesh në ka mejtë edhe Big Brother me kalzu kur nis, po ato nesër. Po ju shpejt, kur nis Big Brother. Jo, mës nga kalzu. Le për nesër se shikusit pastaj s'kan që pse me na po nesër. Po, për nesër e Ta kënë jarë sy. Mja u zhjith problemet me rehalet e dertë të shkruanit. Sot kemi zgjedh vetëm hallet dhe dertë, nesër raportojnë për Bigon. Poq. Po pres dhe